Qytetarët që ndajnë bashkëpronësinë mbi objekte të përbashkëta ku jetojnë mund të përballen me bllokimin e veprimeve hipotekore të banesës apo biznesit të tyre në rast se nuk paguajnë tarifat e vendosura për administrimin. Ky është një prej parashikimeve të propozuara në ligjin për administrimin e bashkëpronësisë në pallate dhe ndërtesa të tjera. Ne kemi vendosur për dhe çështje historike një version më të thjeshtë të kësaj që është shënim hipotekar. Pra nuk kemi të bëjmë me një barë të mirëfillt hipotekore, po kemi të bëjmë me një shënim hipotekar që do thotë në dokumentin e hipotekës shënohet që objekti në fjalë i detyrohet bashkëpronësisë një sasi caktuar parash dhe nuk bëhen dot veprime mbi pronën pa u shlyer detyrimi. Ministri për pushtetin vendor deklaroi se për hartimin e këtij projektligji janë marrë për bazë modelet italiane, franceze dhe gjermane. Sipas projektligjit, tarifa që duhet të paguhet çdo pronar që ndan pronën me të tjerët në një pallat caktohet nga Asambleja e Bashkëpronarëve të pallatit në fjalë. Në rastet kur kjo asamble nuk merr një vendim, atëherë administratori i godinës mund të aplikojë tarifën referencë, që sipas projektligjit përcaktohet nga bashkia në bazë të zonës dhe godinës ku do të aplikohet.